Flasim menjëherë për kryeministrin Edi Rama, I cili ka vijuar fushatën e tij elektorale në Gjirokastër, ku tha se Shqipëria ndodhet në pragun e hyrjes në shtëpinë e Bashkimit Evropian. Gjithashtu ai bëri të ditur se brenda 2030-s aeroporti sezonal I Gjirokastrës do të jetë funksional. Jemi tek pragu I derës shtëpisë së familjes së madhe europiane. Procesi I shtetbërjes që ne kemi pasur qëllimin ton strategjik qysh në fillim, po shkon drejt përmbylljes vet. Se në momentin kur Bashkimi Evropian të fut brenda, ti je bërë shtet, duke pasur tani këtë lidhjen e shkurtër dhe të shpejt midis Gjirokasës dhe Bregdetit, rezulton nga ekspertiza ndërkombëtare që pika më ideale për të ndërtuar aeroportin është Gjirokastra dhe ne kemi shumë besim sepse nuk është një aeroport I madh si Vlora, është një aeroport sezonal, turistik e qartë dhe kemi shumë besim që në Shqipërinë 2030 do të ketë fluturime që ulen dhe ngrihen nga aeroporti Gjirokastës. Në Shqipëri është bërë interpretueshme dhe aritmetika. 77-42, ne hapiteshim dhe qeshnim se po s'kishim parë gjë akoma, se u bë 77-6 milion tani, me këtë kontratën e patriotëve që të tregojnë në Amerikë se sa e bukur është këneta.